Një ndërhyrje e gjerë e ndërmarrë nga prefektura e Tiranës ka rikthyer në funksion një pjesë të rëndësishme të vijës bregdetare në zonën e Rogozhinës dhe Kavajës. Rreth 20 kilometra bregdet janë pastruar plotësisht nga betet urbane dhe shkurret, duke i hapur rrugë transformimit të kësaj hapësire në një zonë të aksesueshme për pushuesit. Në ndërtimin dhe koordinimin e prefektit të Tiranës Shkëlqi Majdari, aksioni mobilizoi qindra punonjës dhe mjetet të specializuara për të ndërhyrë në një territor që prej kohësh ishte kthyer në një pikë ngrumëllimi mbetjesh, kryesisht si pasojë e prurjeve të lumit shkumbin. Kemi kaluar fazën më të vështirë, që ishte heqja e mbeturinave shumë vjeçare, fal një bashkëpunimi perfekt ndërmjet Bashkisë të Rogozhinës, emergjencave të bashkisë dhe të prefekturës dhe ushtrisë. Faza tjetër është që në këtë territor kaq të madh tashmë, i kthyer gati për të bërë plazh, do të bëhet plugimi, lesimi dhe pastrimi, i cili do pasohet mbrapa me ndarjen e këtij territori. Mendojmë që ky projekt me këtë ritëm që ka do të përfundojë në fund të muajit maj. Kjo që po ndodh këtu në Vilbashtov, besoj edhe bashkitë dhe prefekturat e tjera po mendojnë ashtu siç ka dhënë orientimin dhe kryeministri me të drejtë qeveria, që krahas plazheve private ne të krijojmë sa më shumë hapësira për plazhe publike. Fal iniciativës së prefektit, në datën 7 prill ne kemi nisur aksionin e pastrimit në Vilbashtov, në Grykder dhe në Lumit Shkumbin. Janë rreth 23 ditë që janë bërë punë këtu dhe sot, siç e shikoni, është kthyer në një vend shumë pastër ku do i ofrohet qytetarëve normalisht një plazh publik dhe pa pagesë. Si rezultati i këtij operacioni, rreth 30 hektar plazh publik pritet të jenë gati për qytetarët brenda fundit të muajit maj, duke sjellë një ndryshim të dukshëm të panoramës së zonës. Banorët e Vilbashtovës e shohin këtë ndërhyrje si një mundësi konkrete për zhvillim ekonomik, pasi rikthimi i plazhit publik pritet të sjellë më shumë vizitorë dhe aktivitet në zonë. Komplimente shumë, s'dizet çfarë them jam i emociuar për këtë. Kjo zona sikur këtu të jetë siç është sot, në gjithë muajt e vitit, unë mendoj që këtu do ishe, me turista do ishe një sasi shumë e madhe që ato e preferojnë natyrën, sepse ato janë të lodhur me apartamente, me gjëra, edhe për qenë, bravo, edhe për qenë këtë zonën e virgjër. Po patjetër, kjo do të jetë diçka shumë e mirë, që të bëhet një plazh publik, se duke ushtuar lëvizjet e gjitha këto, këtu do t'i shërbej, është një bregdet shumë i bukur, po patjetër. Është edhe një bregdet shumë i bukur, bregdeti është tamam për familjet. Sipas Ajdarit, puna nuk ndalet me pastrimin, në vijim do të realizohet sistemi plot i hapësirës, përfshir krejen dhe sheshimin e terrenit, me qëllim që kjo vijë bregdetare të bëhet plotësisht funksionale dhe aksesueshme për publikun.